Bismillahirrahmanirrahim. Gjitha falenderimet janë për të madhin Zot, përshëndetjet Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nderuar vëllezër dhe motra, i madhi Zot në një pjesë të ajetit koranor, të ajetit 214 të surës Al-Baqara, Allahu xhalla shanuhu thot, dhe ata u tronditen përderisa tha i dërguari i Zotit dhe ata të cilët kanë besuar me të, se kur do të vijë ndihma e Zotit. Padyshim se ndihma e të madhit Zot është afër. Nëse nalmi dhe shiqojmë këtë ajet koranor, e shohim që i madhi Zot xhalla shanuhu po tregon për një realitet. Realiteti është që ka ndodhur një lloj dridhje, edhe se rezultati kësaj dridhje, pejgamberi i Zotit, mirë po edhe ata të cilët kanë besu me të, kanë pyet se ku është ndihma e Zotit. Dërsa nuk vënon, edhe në mënyrë shumë të shpejt vjen përgjigjja e madhit Zot, ku i madhi Zot thot, Ela inna nasrallahi qarib, padyshim që ndihma, përkrahja, mbështetja e madhit Zot është shumë afër. Në realitetin cilin jemi duke jetu si njerëz, në kohën tonë, prej luftrave, problemeve, konflikteve, me theks të veçantë ato e cila është duke ndodhur në tokën e shajt, në tokën e Palestinës, e posaçërisht në Gazën, shohim që ndoshta një pjesë e madhe e njerëzve pyesin, thonë që ku është ndihma e Zotit, ku është mbikëqyrja e madhit Zot. Përse i madhi Zot po lejon me ndodh kjo e cila po ndodh dhe po e shohim që po ndodh atje. Mirë po, i madhi Zot po tregon që gjendja në cilën, ose në këtë ajet koranor po folet për dy elemente. Elementi i parë ka të bëjë me elementin e pesimizmit. Edhe këtu e shohim që edhe pejgamberi, mirë po edhe ata të cilët kanë besu me të, kanë rënë në një moment pesimizmi. Ndërsa i madhi Zot po e përmbyll ajetin koranor ku po thot, me të vërtet ndihma e Zotit është afër, po don me mbill optimizëm tek pejgamberi dhe tek ata të cilët kanë besu me të. Në bazë këtij ajeti koranor e shohim që lejohet ose është normale njeriu me pas momente të pesimizmit, kurse optimizmi duhet me qenë gjendje. Është shumë normale në momentin e dridhjes, momentin e problemit, momentin e konfliktit, njeriu me pas një moment të pesimizmit, mirë po pesimizmi nuk guxon në asnjë formë me qenë gjendje. Lejohet me qenë moment, mirë po nuk lejohet me qenë gjendje. Ndërsa optimizmi duhet me qenë gjendje, apo ajo e cila na shoqëron neve në mënyrë të vazhdueshme. Optimizmi i ka dy elemente kryesore. Elementi i parë i optimizmit është që optimisti beson edhe mbështetet në të madhin Zot, edhe elementi i dytë është që optimisti mendon mirë për të madhin Zot. Do të thotë i mbështetet Zotit edhe mendon mirë për të madhin Zot. Edhe ai i cili mbështetet Zotit, Zoti do t'i mjaftoj atij, edhe ai i cili mendon mirë për Zotin, atër Zoti do t'i dal ashtu qysh ai mendon për të madhin Zot. Gjithashtu, nëse nalim edhe krahasojmë rastin e Musait alayhi salatu wassalam. Tek Musai alayhi salam, parafërsisht ka qenë gjendje e njëjtë, ka qenë i përndjekur prej faraonit, edhe ai me popullin e tij duke ikë prej faraonit, kanë arrit në një gjendje në cilën detin e kanë pas nga para, faraoni ka qenë nga mbrapa. Edhe ata i kanë thonë popullit i tij Musait alayhis salam, inna lamudrakun, ata na arritën, na zonën. Musai alayhis salam po thotë, jo, me mua, kella inna ma'iya rabbi seyahdin, jo, me mua është, asesi me mua është Zoti im, ai do të më udhëzoj mua. Musai alayhis salam nuk e ka ditë që Zoti do t'i hap detin për të.
mirë po Musa a.s. e ka ditë që Zoti do t'i banë zgjidhje. Ai nuk ka qenë i sigurt, nuk e ka ditë, ndoshta as nuk ka arrit me mendu që do të hapet deti për të. Mirë po e ka ditë që përkraja dhe mbështetja e Zotit do t'jetë për të, andaj gjithë secili prej nesh nuk guxojna në asnjë formë, në asnjë gjendje me ra në pesimizëm, me ra në depresion, me humb besimin edhe shpresën për krajën dhe mbështetjen e të Madhit Zot, mirë po çdo herë do të më qenë të tillë. Edhe një shembull, Kurani e përshkruan rastin e Jakubit a.s. me të bijtë e tij. Ngjarja, ashtu siç është e njohshme ngjarja, vëllezërit i kanë bë kurth Jusufit a.s. edhe janë shkuar dhe i kanë thonë babait tyre Jakubit a.s. që ato e ka hangër ujku. Mirë po, thuhet dikon ngjarja ka ndodhur mas 30 vite, kur Jakubi a.s. ju thot djemve të vet, shkoni edhe kërkojeni Jusufin edhe vëllain e tij. Paramendojeni, Jakubi a.s. nuk ka qenë i sigurt. Vëllezërit e Jusufit a.s. ka qenë sigurt që ai nuk ka vdekë, se ata e kanë shit mon vetvetiu Jusufin a.s. mirë po çka ban optimizmi kur ekziston tek njeriu, ose çfarë sigurie i garanton, edhe ai përkundër faktit që s'ka qenë i sigurt, mirë po optimizmi që do të takohet me Jusufin a.s. e ka mbajtur me shpresë që ai do të takohet me të, edhe gjithë ne jemi optimist që kjo tragjedi do të marrë fund, që i Madhi Zot do t'i ndihmoj besimtarët e vet, edhe e vërteta do të triumfojë edhe do dalë në shesh. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.